Edhe një herë, por pas asaj pas këtij takimi mes FDK-s edhe zotit Kurtit nuk ka një marrëveshje sot sipas zotit Krasniqi, si e keni parë ju këtë takim, mirë po edhe këtë mosmarrëveshje mes këtyre dy palëve. Po shkojmë tash takim me kryeministin, ai do të na njoftoj për ecurinë edhe për mbajtjen e këtyre takimeve. Ajo që është për të vlerësuar është përgjigjja pozitive e PDK-s për të marrë pjesë. Ndërsa sa përket përgjigjes negative të LDK-s, aktualisht. Po, unë e kam thonë në një paraqitje tjetër që LDK-ja kam përshtypjen që është shndruar në një shoqëri aksionare. Sigurisht e privatizuar me spin-off speciale dhe tani më valet se çka thënë aksionarët. Nëse aksionarët një kryetari thënë se duhesh me refuzuar gjithçka. Por megjithatë, duke qenë se kam qenë një kohë gjatë pjesë e LDK-s, ajo për të cilën LDK-ja angazhuar në të kaluarën nuk është kjo LDK-ja sotit, po si duket rruga e re është një projekt i ri politik që nuk ka të bëjë me LDK-n e të kaluarës. Kështu që kaq sa përket kësaj. Imagjinoni vetëm një situatë hipotetike, në rast se ndjeket ky diskursi edhe kursi i LDK-s, ku një subjekt politik refuzon për interes të Kosovës, për zhbllokimin vendit, kuptimin e themelimit të institucioneve, refuzon çdo iniciativë ose çdo ftesë politike nga vetëvendosja. Në një rrethon të tillë, me qenë se ka filluar numërimi së prapmi në aspektin e përfundimit të mandatit edhe të presidentës, një subjekt politik që ka mbi 40 numra në kuvend, do të pamundësonte çfarë do themelimit të institucioneve të presidencës edhe të qeverisë së Republikës së Kosovës. Kështu që kjo logjik është shumë e domshme për Republikën e Kosovës.